Kjo domethënë. Ju kuptoj. Zoti Berisha, ju personalisht domethënë, me të që keni parë, dëgjuar, dëshmuar, sepse dëshmitarë rëndësishëm kanë qenë muaj më parë. Prisni që në këtë fazë të fundit të gjykimit të ketë surpriza, në kuptimin, sipas ato informacioneve që ju keni apo deri tjerë, mundet që prokuria të sjellë një provë të reja apo diçka e tillë në një akuzë tjetër, ose mundet që në këtë fazë të fundit edhe avokatët mbrojtja e shkretëve të ÇK-s paraqes, le të themi, prova të rëndësishme që mund të provojnë pafajësinë e tyre apo të lehtësojnë pozitën? Jo, marr parasysh edhe praktikën, domethënë më herët zhvilluarve, kjo është një fazë përfundimtare në të cilën përmes fjalëve përfundimtare se cila pali paraqet ato të gjitha që kanë rrjedhur, domethënë një kronologji të rrjedhjes së procedurës penale, ashtu që dhe i pasqyron provat secile të saj, për të cilat ajo mendon se e argumentojnë fajësinë ose pafajësinë, varësisht se cila pali i paraqet. Konsiderojmë që kjo është një fazë e rëndësishme e procedurës penale, megjithatë duhet potencuar se gjykata nuk vendoset vetëm mbi bazën e kësaj faze, meqense se kemi gjykata ka parasysh edhe premisa të tjerë në këtë rast, si janë për shembull zhvillimi i procesit gjyqësor deri tani, provat e administruara, dëshmitë e dëshmitarëve, besueshmërinë e provave sa kanë qenë të besueshme, duke mos përjashtuar gjithmonë edhe kontradiktat të shfaqura hapura, siç kemi parë në disa raste konkrete në këtë proces penal. Mbi këto premisa, trupi gjykues do ta krijojë bindjen për një vendim meritor. Në këtë fazë përfundimtare, procesit palët të japin kuptim juridik asaj që ka ndodhur më parë, duke synuar që ta orientojnë trupin gjykues drejt vendimeve që atyre ju konvenon. Në rastin konkret, vendimeve të prokurisë për të shpallur fajtorët e akuzuarit dhe tek ekipet mbrojtëse për të shpallur pafajësinë e tyre. Ju kuptoj, ju e përmendën po këto kisha një pyetje. Atëherë po ja bëj pyetjen në këtë mënyrë që sa pesh zë kjo fazë përfundimtare në vendimin përfundimtar të gjykatës, pra nuk di sa pesh zë dhe sa e rëndësishme është për të edhe asaj që ka ndodhur deri më tani, por mundet që le të themi vetëm me atë që do ndodhi këto ditë të ndryshohet një vendim apo të merret një vendim? Jo, në asnjë mënyrë nuk mendoj që kjo fazë është determinuese për përcaktimin e gjithë epilogut të kësaj procedure penale. Kjo nga se, siç kemi parë, është një proces maratonik, statet e procedurës penale janë të njohura tani sa kohë, dhe nuk është që mund të kemi ndonjë befasi ose surprizë në momentet e fundit. Megjithatë, kjo është më shumë një fazë formale që duhet kryer dhe do t'i paraqesim pretendimet e tyre përfundimtare në raport me deklarimet e tyre dhe provat e tyre të përgjithshme. Si është dukur i gjithë ky proces gjyqësor, le të themi në mbar botën, jo thjesht që ka të bëjë me shqiptarët, me Shqipërinë dhe me Kosovën, në kuptimin që janë ndaluar, janë çuar në paraburgim që në 2020, mezi filloi në 2023 procesi gjyqësor, tashmë jemi në 2026. I stërzgjatur me problematika si do të konsideronit? E vërtet ajo që sapo e thatë, procesin e kanë karakterizuar domethënë caktimi i masës së paraburgimit, i cili për mendimin tim ka qenë krejtësisht i panevojshëm. Kjo nga se që të akuzuarit në rastin konkret janë paraqitur vullnetarisht dhe kanë bashkëpunuar në vazhdimsi me institucionet si të prokurorisë, po ashtu edhe të gjyqësisë, dhe nuk ka pasur ndonjë element ose premisë që do të ishte nevojshme caktimi i masës së paraburgimit për sigurimet e pandehore kaq gjatë. Domethënë është, siç e potencuat edhe ju, procesi ka filluar diku në vitin 2020, jemi në vitin 2024, po bën 6 vite dhe të njëjtit janë duke domethënë janë në caktimin e masës së sigurisë, gjë që është shkelja elementare e drejtave themelore të njeriu. Ju kuptoj. Po, kur mund të merret një vendim? Nëse në 18 shkurt pak a shumë mbaron kjo fazë, më pas gjykata do rriqet për vendim, por kur mund të merret një vendim? Besoj ka një kohë gjatë në dispozicion që mund ta bëjë diçka të tillë. Po bazuar në rregulloren në rregulloren e procedurës prova dhe paradhomave të specializuara të Kosovës, përkatësisht rregullën siç e quajnë ata të 159 nga momenti i mbylljes së shërtimit gjyqësor, të cilën e bën kryetari i trupit gjykues. Trupi gjykues ka afat 90 ditë me mundësi zgjatje edhe për 60 ditë tjera në rrethona përjashtuese dhe të arsyetuara brenda të cilit trup gjykues
duhet të shpallë një vendim, qoftë fajsur apo fajshëm. Vlerësoj se do të jetë një sfidë për trupin gjykues, bjerja një vendimit brenda afateve, marrë parasysh kompleksitetin e çështjes penale, pasi që kemi të bëjmë me shumë prova dhe shumë dëshmitar. E kuptoj. Po në gjyqje të tilla, duke pasur parasysh rastin Haradineve dhe raste të tjera, pak a shumë ke besim që do të shpallen le të themi të pafajshëm, do të hidhen poshtë të gjitha akuzat, apo mund të jetë ndonjë vendim nuk di ndër mjetëm etj. Si gjykoni me gjithë që ka ndodhur edhe dëshira shumë e madhe që është në këtë rast. Sigurisht, pa dashur para gjykoj rreth vendimit që do të merret në rastin konkret, megjithatë bazuar në atë që kemi parë deri më tani në këtë proces gjyqësor, unë si avokat mendoj se tezat kryesore të aktakuzës nuk kanë arritur të vërtetohen nga ana e prokurorisë. Këtë theme nga se gjatë gjykimit janë evidentuar probleme serioze në besueshmërinë e disa dëshmitarëve, si dhe mungesë e lidhjes së drejtë për drejtë dhe individuale të përgjegjësisë penale të akuzuarve, gjë e cila është thelbësore në një procedurë penale.